Pas tij, ne nuk zbritëm ndonjë ushtri nga qielli kundër popullit të tij, as që ishte vendimi yni të zbresim tjetër. Përveç një britë të tmerrshme kur qe ata të ftohur të vdekur, osa dëshpërimi i madh për robërit që nuk u erdhi ndonjë dërguar, vetëm se ata u tallën me të. A nuk e pan ata se sa gjenerata kemi zhdukur para tyre dhe ata nuk u kthyen? Dhe të gjithë të tubuar do të paraqiten pranë nesh. Dhe për ata është argument për fuqinë e Zotit, toka e vdekur në të cilën ne e ngjallim, nxjerrin prej saj dritë nga i cili ata han. Dhe në të ne u kemi bërë kopshte, hurmash, e rrushi, dhe në të u kemi dhënë burime, uji. Ashtu që ata të hanë nga ata frute dhe nga çka prodhojnë vetë duart e tyre, a i gëzojnë këto dhe nuk falenderojnë. I pastër nga të metët është ai që krijoi të gjitha llojet, çiftet, nga çka mban toka, nga vetë ata dhe nga çka ata nuk dinë. Për ata është argument edhe nata, prej të cilës largojmë ditën kurse ata mbesin në terr. Edhe dielli udhëton për në kufirin e vet, në cakun përfundimtar, ai është udhëtim për caktimi nga ngallënyesit të dishmit. Edhe hënës i kemi caktuar pozicionet derisa të kthehet në trajtën e harku, rremi i hurmës së tharë. As dielli nuk mund të arrijë hënën e as nata para ditës, po secili noton në një galaksion. Argument për ta është edhe ajo se ne pasardhësit e tyre të Ademit i vartëm në anije të mbushur për plot. Dhe ngjashëm me të u krijuam atyre diçka që t'i hipin. E sikur të duam ne, i përmbytim ata e nuk ka efekt as lutja e tyre dhe as që do të shpëtonin. Përveç nga mëshira jonë ndaj tyre dhe që të përjetojnë të mira deri në një kohë të caktuar. E kur u thuat atyre, kini frikë asaj që ngjau para jush dhe asaj çka do t'ju ngjaj më vonë e që të mëshironi, ata nuk dëgjojnë. Nuk ka asnjë argument që u erdhe atyre nga argumentet e Zotit e që ata nuk ia kthyen shpinën. Dhe kur u thuaj, jepni nga ajo që Allah u begatoi, ata që nuk besuan, besimtarëve u thanë, ata ushqejmë atë që sikur të donte Allahu do ta ushqente, ju nuk jeni tjetër vetëm se të humbur qartë. Dhe thoshin, po që se jeni të vërtet, kur do të jetë ai premtim? Allahu u përgjigjet, nuk janë duke pritur tjetër vetëm se një britmë që i rrëmben ata kur janë duke u zënë mes vete. E nuk do të mund të lënë as porosi, vasjet, testament, as të kthehen në familjet e tyre. Dhe i fryhet surit, kur që duke u ngutur prej varrezave paraqiten te Zoti i tyre. E thonë, të mjerët ne, po kush na ngriti prej ku ishim të shtrirë në varre, e kjo është ajo që premtoi Zoti dhe vetëtuan të dërguarit. Ajo nuk është tjetër përveç një zë i fuqishëm dhe ata të gjithë të paraqitur para nesh. Sot pra, askujt nuk i bëhet e padrejt diçka dhe nuk shpërbleheni me tjetër vetëm për atë që vepruat. Ata të xhenetit tash janë të angazhuar me kënaqësi. Ata dhe shoqet e tyre janë në hije të mbështetur në koltuk. Aty kanë pemë dhe çka të duan. Kanë selam, thënie e Zotit mëshirues. E tash, ju kriminal, ndahuni. O bijtë e Ademit, kriminal, po a nuk u dërgova porosin që të mos e dëgjoni djallin, se me të vërtet ai është armiku juaj i hapët. Ju porosita të më adhuroni mua, se kjo është rruga e sigurt. Vërtet, ai ka humbur shumë njerëz prej jush, a nuk mblodhet mend. Ky është xhehenemi që juve u premtohe. Hyni tash në të, për shkak se mohuat çdo të vërtet. Sot ne u ambyllim gojët e atyre, neve na flasin duart e tyre, kurse këmbët e tyre dëshmojnë për atë që punuan. E sikur të duam ne, do t'u averbonim sytë e tyre, e ata do të mësynin rrugën, po si do të dhihnin. E sikur të duam, do t'i kishim gjymtuar ata në vend, e nuk do të mund të shkonin as para as prapa. E ati që i japim të jetoj gjatë, e kthejmë prapa në krijimin e tij, a nuk janë duke menduar? Ne as nuk ja mësuam atij Muhamedit poezin, e as që i takon ajo atij. Ai, Kurani, nuk është tjetër vetëm se këshill dhe Kurani qartë.
për t'i tërhequr vërejtjen atij që është gjallë, me mend e zemër dhe dënimi të bëhet merit për jo besimtarët. A nuk e shohin ata se nga ajo që ne vetë shpikëm, u krijuam atyre kafshë që i kanë? Do a bëm ato që t'u binden atyre, e disave prej tyre u hipnin, ndërsa prej disave u shqehen. Ata kanë edhe dobi të tjera në to, edhe pinë qumësht prej tyre, a nuk duhet të falenderojnë. Po, shkojnë e në vend të Allahut të adhurojnë zotat e tjerë me shpresë se do të ndihmojnë prej tyre. Ata nuk mund të ndihmojnë atyre, por këta idhujtarët u janë bërë ushtri e gatshme e tyre. E ty mos të brengosin thënjet e tyre, ne dim çka mbajnë ata fshet dhe çka publikojnë. A nuk mendon njeriu se ne e krijuam atë për një pike uji fare, kur që ai kundërshtar i rrept? Ai na solli neve shembull, e harroi krijimin e vet, e tha: kush i ngjall eshtra duke qenë ata të kalbur? Thuaj, i ngjall ai që i krijoi për herë të parë, e ai është shumë i dijshëm për çdo krijim. Ai që prej drurit të gjelbër ju bëri zjarin, e ju prej tij ndezni. A nuk është i fuqishëm ai që krijoi qiejt e tokën, të krijojë njerëz sikundër që i krijoi ata, po ai është krijuesi i dijshmi. Kur ai dëshiron ndonjë send, urdhri i tij është vetëm t'i thotë: bëhu, ai me një herë bëhet. I lartë është ai, e në dorën e tij është pushteti mbi çdo send dhe vetë te ai ktheheni. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Pashat të radhiturit me laiket që në rreshta safa qëndrojnë, dhe nxituesit që me nxitim shtyjnë, dhe pasha lexuesit që lexojnë për kujtimin. Është e vërtet se Zoti juaj është vetëm një. Zoti i qiejve dhe i tokës e çka ka mes tyre dhe Zoti i lindjeve të yjeve. Vërtet, ne kemi stolisur qiellin më të afërt të dynjas me bukurinë e yjeve dhe me mbrojtje për çdo djalli të prishur. Ashtu që nuk mund të përgjojnë parin më të lartë, engjëjt më të zgjedhur, pse gjuhen me shkëndija nga të gjitha anët. Ata janë të përzën dhe do të kenë një dënim të përhershëm. Përveç atij që rëmben vrrullshëm, po atë e ndjek ylli që e djeg. Ti pra, pyeti ata idhujtarët, a janë ata krijesë më e fortë apo çka ne krijuam? Ne i krijuam ata për një baltë që ngjitet. Por ti i habitur e ata tallen. E kur këshillohen, ata nuk marrin parasysh këshillën. E kur shohin ndonjë mrekulli, ata nxiten në përqeshje. Dhe thanë, ky Kurani nuk është tjetër vetëm se magji e kulluar. A, pasi të vdesim ne, të bëhemi dhe e eshtra të kalbur, a do të ringjallemi? A edhe të parët tanë të hershëm? Thuaj, po, bile ju do të jeni të nënçmuar. Ajo do të jetë vetëm një brit, kur që ata të ngritur shikojnë. E thonë, o të mjerët ne, kjo është dita e gjykimit. Kjo është dita e ndasisë që ju e konsideruat rren. Të boni ata që ishin zullumqar, shoqërinë e tyre dhe ata që e adhuruan. Adhuruan, pos Allahut, orientoni rrugës së xhehenemit. Dalni ata, sepse do të merren në përgjegjësi. Çka keni që nuk ndihmoni njëri tjetrin? E ata sot janë dorëzuar në tërësi. E kthehen e i ahjedhin përgjegjësi njëri tjetrit. Të shtypurit, u thonë atyre të parëve, ju ishit që na vinit neve nga ana e djathtë, na pengonit prej së vërtetës. Ata, paria, u thonë, jo, ju vetë nuk ishit besimtar. Ne nuk kemi pasur ndonjë pushtet ndaj jush, por ju vetë ishit që nuk respektuat porosit e Zotit. Ajo thënia, premtimi e Zotit ton u vërtetua kundër nesh, e s'ka dyshim se ne po e shijojmë dënimin. Ne u ofruam juve rrugën e humbjes, ashtu sikurse edhe vetë ishin të humbur. Dhe atë ditë ata do të jenë në dënim të përbashkët. Kështu ne provojmë me kriminalët. Për arsye se kur u thuaj atyre, nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, ata e mbanin veten lart. Dhe thoshin, a do t'i praktisim ne zotat tanë për një poet të çmendur? Jo,
Nuk është ka thonë ata, por ai u solli të vërtetën dhe vërtetoi të dërguarit e parë. Ju patjetër do të përjetoni dënimin më të ashpër. Dhe nuk ndëshkoni për tjetër përveç për atë që vepruat. Me përjashtim të robëve të Allahut që ishin të sinqertë. Të tillët janë ata që kanë furnizim të dalluar. Pemë të lloj-llojshme ata janë të nderuar. Në xhenete të begatshme, të mbështetur në koltuk me fytyrë nga njëri tjetri. Atyre u bëhet shërbim me gota, me verë nga burmi. E bash vera që ka shije për ata që e pinë. Prej asaj nuk ka dhembje koke as që ata do të dehen nga ajo. E pranë tyre janë hyrit, symëdhat me shikim të përullur. Sikur ato të jenë ingji e paprekur dhe e ruetur. I qasen njëri tjetrit e bisedojnë. Pre tyre njëri flet e thot, unë kam pasur një farmiku. Thoshte, a je ti prej atyre që besojnë se, kur të jemi të vdekur, të jemi bërë dhe e eshtra të kalbur, do të jemi të shpërblyer për vepra. Ai, besimtarin në xhenet, thot, a vini ju të shikojmë? Ai shikon dhe e vren atë mikun në mes të xhehenemit. Ai thot, pasha Allahun për pak më rëzove në xhehenem edhe mua. Dhe sikur të mos ishte dhuntia e Zotit tim, unë do të isha bashkë me ty në zjarr. Dhe ne nuk do të vdesim më. Përveç asaj vdekjes son të parë dhe ne nuk do të dënohemi më. Vërtet, ky është ai suksesi i madh. Për një shpërblim të këtillë le të provojnë vepruesit. A kjo pritje me shpërblim të Allahut është më e mirë apo pema e zekumëit? Ne atë i kemi bërë sprov për zullumçarët. Ajo është një pemë që mbin në fund të xhehenemit. Pema, fruti e saj është sikurse koka dreqërish. E ata do të hanë nga ajo dhe do të mbushin barqet prej saj. Pastaj, ata do të kenë kundrejt atij ushqimi edhe ujë të val. Mandej, kthimi i tyre është në xhehenem. Ata i gjetën dhe shkuan pas prindërve të tyre të humbur. Ata u ngutën dhe shkelen hapave të tyre pa menduar. Po, edhe para këtyre popullit tënd, shumica e popujve të kaluar ishin të humbur. Ne atyre u patëm dërguar pejgamber. E shif se si ishte përfundimi atyre të cilëve u qetërhequr vërejtja. Me përjashtim të robëve të Allahut që ishin të sinqertë. Për Zotin neve na pathirm në ndihmë Nuhu, ne jemi përgjegjës të mirë. Dhe ne e shpëtuam atë dhe familjen e tij prej asaj të keqe të madhe. E pasardhës të tij i bëm ata që vazhduan jetën. Dhe ne u alam atë kujtim për njerëzit e ardhshëm. Selam i qoftë Nuhut, prej Allahut e prej krijesave, në mbar botën si kujtim ndaj tij. Ne kështu i shpërblim të mirët. Vërtet, ai ishte prej robëve tanë që janë besimtar. E pastaj i përmbytëm në një ujë të tjerët që nuk besuan. Edhe Ibrahimi ishte i grupit të tij. Kur Zoti të vet i u bind me zemër të pastër. Kur babai të vet dhe popullit të vet i tha, çka është ajo që ju adhuroni? A në vend të Allahut doni zota të trilluar? Çka është mendimi juaj ndaj Zotit të botëve? Dhe atëherë u lëshoi një shikim yjeve. E tha, unë jam i semur. Ata u kthyen dhe u larguan prej tij. Ai u drejtua ka zotet e tyre dhe u tha, a nuk po hani ju? Çka keni pra që nuk po flitni? I u afrua atyre ngadalë, duke u mëshuar me të djathtën, me fuqi. Ata, populli, ju afruan atij me të shpejt, sigurisht e qortuan. Ai Ibrahimi tha, a adhuroni atë që vetë e keni gdhendur? E Allahu ju krijoi juve dhe atë që e punoni. Ata thanë, dërtojnë atij një vend dhe hunne atë në zjarr. Ata i menduan atij një kurth, kurse ne i mposhtëm ata të nënçmuar.
A i tha, unë po shkoj aty ku mu urdhëroi Zoti im, e ai mu udhëzon. Zoti im më dhuro mua një fëmijë prej të mirëve. Ne e gëzuam atë me një djalë që do të jetë i butë, i sjellshëm. Dhe kur arriti ai, djali, që së bashku me të, me Ibrahimin, të angazhohet në punë, ai Ibrahimi tha, o djali im, unë kam parë, jam urdhëruar në ëndër të pres ty. Shiko pra çka mendon ti. Ai tha, o baba im, punoj atë që të urdhërohesh, e ti do të më gjesh mua nëse do Allahu prej të durueshme. E kur ata të dy i u dorëzuan urdhrit të Zotit dhe përmbysi atë në fytyrë në ball. Ne e thirrëm atë, o Ibrahim. Ti tashmë e zbatove ëndrrën, ne kështu i shpërblim të mirët. Vërtet, kjo ishte sprove qartë. Ne e shpaguam atë me një të therrur kurban të rëndësishëm. Dhe ndaj ti ne lam për kujtim të mirë ndër popujt e ardhshëm. Selam, shpëtim e paqe pas të Ibrahimi. Kështu në këtë mënyrë ne i shpërblim bamirësit. Vërtet, ai ishte nga robërit tanë besimtar. Dhe ne e gëzuam atë me një djalë tjetër, Isakun, pejgamber prej të mirëve. Dhe ne i dhuruam bekim atij dhe Isakut e prej pasardhësve të atyre dyve do të kenë punë mirë e të ndershëm e edhe dëmtues të hapët të vetvetes. Pasha madhërin ton, ne u dham të mira Musait e Harunit. I shpëtuam ata dhe popullin e tyre prej një mjerimi të madh. Ne u ndihmuam atyre dhe ata ngallnyen. Atyre dyve u dham librin e përsosur e të qartë. Dhe të dy ata i udhëzuam rrugës së drejtë. Për kujtim të këndshëm ndaj të dyve kem lënë në popujt e mëvonshëm. Për kujtimin, selamun, qofshin të mëshiruar Musai dhe Haruni. Kështu në këtë mënyrë ne i shpërblim bamirësit. Vërtet, ata të dy ishin besimtar nga robërit tanë. Edhe Iliasi ishte prej të dërguarve tanë. Kur ai popullit të vet i tha, a nuk jeni ka friksoni? A e adhuroni Baalin, emër i një statuje, e braktisni adhurimin ndaj të mirit që është krijues. Allahun, Zotin tuaj e të prindërve tuaj të hershëm. Ata e përgënjeshtruan, andaj ata me do e mos janë të sjellë në xhehenem, me përjashtim të robërve besnik ndaj Allahut. Edhe ndaj ti kemi lënë për kujtim të mirë në të ardhshmit. Selamun, qofti mëshiruar Iliasi ose dhe besimtarët e Iliasit. Kështu në këtë mënyrë ne i shpërblim bamirësit. S'ka dyshim, a ishte besimtar nga robërit tanë. Edhe Luti, pa më dyshje, ishte prej të dërguarve tanë. Kur ne e shpëtuam atë dhe tër familjen e tij bashkë. Përveç një plake, grua e tij që mbeti me të dënuarit. Pastaj të tjerët i rënuam. E ju, Mekas, me siguri kaloni aty pari mëngjes, ditën. E mbrëmje, natën, pra a nuk mblidhni mend. Edhe Yunusi ishte një nga të dërguarit tanë. Kur iku te anija që ishte e mbushur plot udhëtar. Ai mori pjesë në short, po humbi i ra sorti atij. Dhe atë e kafshoi e gëlltit peshku, zaten ai ishte që e meritoi qortimin. E sikur të mos ishte ajo që ai kishte qenë prej atyre që shumë e përmendin Zotin. Ai do të mbeti në barkun e tij deri në ditën e ringjalljes. E ne e hollëm në një tokë pa bim, shkretëtir, ndërsa ai ishte i semur. Dhe ne bëm që për të mbi një bim, t'i bëj hije nga kungulli. Ne pastaj e dërguam atë te 100.000 e më shumë. E ata i besuan, e ne u avazhduam atyre të përjetojnë përderi në një kohë. E ti, Muhammed, pyeti ata i dhujtarët, atë Zotit tënd janë vajzat kurse të tyre djemt. Apo ne i krijuam engjit femra e ata ishin dëshmitar kur ne i krijuam engjit femra. Vini re se si ata nga trillimet e tyre thonë. Allahu ka lind, s'ka dyshim se ata janë gënjeshtar, kur thonë se engjit janë bijat e Zotit.
A thua, vajzat, a i ka bërë më të zgjedhura se djemt? Po ç'keni ju kështu, si po gjykoni ashtu? A nuk jeni duke menduar? A mos keni ju ndonjë argument të sigurt? Sidhni e pra librin tuaj, nëse është si thoni ju. Ata i dhujtarët pohuan mes tij e mes engjëjve, gjinëve, lidhmëri farefisnore, po gjinët e dinë se ata i dhujtarët janë të hedhur në zjarr. Allahu është i pastër nga ajo çka i përshkruan. Ata engjëjt janë vetëm robër të sinqertë të Zotit. Ata nuk i përshkruajnë gjë. E as ju dhe as ata që i adhuroni. Nuk mund ta vini në sprovë askë ndaj atij besimit të Zotit, përveç atij që është i gjykuar për xhehenem. E nuk ka prej nesh grupit të engjëjve që nuk e ka vendin detyrë pozitën e vet të njohur. Edhe ne engjëjt jemi të rreshtuar në adhurim. Dhe ne jemi që i bëjmë tesbih, mohojmë sa i ka të meta. Po, edhe pse ata ishin që thoshin, si kur të gjendej të ne ndonjë libër nga të parët, ne do të ishim robër të Allahut të sinqert. Po, kur u erdhi libri, ata e mohuan në të Kuranin, e më vonë do të kuptojnë. E tashmë fjala premtimi e jon u është dhënë më parë robërve tanë të dërguar, se ata pa dyshim do të jenë të ndihmuar, dhe se ushtria jon do të jenë ata ngallënyesit. Prandaj për një kohë ti, Muhammed, hiqo tyre. E ti vështroj ata se edhe ata do të shohin ndihmën tonë ndaj juve besimtarve. A mos po kërkojnë shpejtimin e ndryshkimit tonë. E kur të vjen ai dënimi në territorin e tyre, mëngjes i shëmtuar do të jetë për ata që u ishte tërhequr vërejtja. E ti largohu për një kohë prej tyre. Dhe ti vështroj se edhe ata më vonë do të shohin. I lartësuar është Zoti yt, Zoti i fuqis nga ajo që ja përshkruajnë. Qoftë paqja mbi të dërguarit. Dhe falënderimi i takon Allahut, Zotit të botrave. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Sad. Pasha Kuranin që është përplot për kujtime, është i famshëm dhe s'ka dyshim se është mrekulli. Por ata që nuk besuan janë në kryenësi e kundërshtim. Sa gjenerata para tyre i kemi asgjësuar, të cilët lutën për shpëtim, po nuk ishte koha e shpëtimit. Ata i dhujtarët habiten, nga se u erdhi pejgamberi nga mesi i tyre, e mosbesimtarët thanë, ky është magjistar rrenës. A mendon ai t'i bëjë zotat një zot? Vërtet, kjo është gjë shumë e çuditshme. Paria nga mesi i tyre shkoi duke i thënë njëri tjetrit, vazhdoni të jeni të qëndrueshëm në adhurimin e zotave tuaj, pse kjo është një gjë e kurdisur. Ne nuk kemi dëgjuar diçka të këtillë në popullin në fenë e fundit, kjo nuk është tjetër pos një trillim. A mos ati nga mesi ynë i u zbrit Kurani? Jo, por ata janë në dyshim ndaj Kuranit tim, por për shkak se ende nuk e kanë shijuar dënimin tim. A mos ata i kanë depot e mëshirës së Zotit tënd, ngallënyesit, dhuruesit? A mos është i tyre pushteti i qiejve i tokës dhe çka ka ndërmjet tyre? Pra, le të rreken me shkaqet, deri në qiell e të komandojnë. Ata janë një ushtri e grupacioneve që është aty, ajo është e thyer. Përgënjeshtruan para tyre populli Nuhut, Adi dhe Firvani i ngrehinave të mëdha. Përgënjeshtruan edhe Themudi edhe populli i Lutit dhe banorët e Eikës. Ato ishin grupacione kundërshtare. Secili prej tyre përgënjeshtroi të dërguarit, andaj i gjeti dënimi im. Po edhe këta nuk janë duke pritur tjetër vetëm se një ushtim që nuk ka për të përsëritur. Ata edhe thanë, Zoti ynë, ngutna pjesën tonë para ditës së përgjegjësisë të gjykimit. Ti duro ndaj asaj që thon ata dhe përkujto robin ton Davudin të fuqishmin në fe e trup, vërtet ai gjithnjë i drejtoi Allahut. Ne i anështruam kodrat që së bashku me të bënin tesbih mbrëmje e mëngjes.
edhe shpezet e tubuara të gjitha vetëm atij ishin drejtuar. Ne ja forcuam edhe sundimin atij, i dham mençuri dhe aftësi në gjykime. Atë ka arritur lajmi i palëve ndërgjykuese kur kaluan prej së larti në dhomën ku lutej. Kur hynte Davudi, ai u frikësua prej tyre, po ata i thanë: "Mos ke frikë, ne jemi dy palë në kundërshtim që i kemi bërë pa drejt njëri tjetrit, ndaj gjyko me drejtësi mes nesh e mos shmang dhe udhëzona në rrugë të drejtë. Ky miku im i ka 99 dele, ndërsa unë e kam vetëm një dhe më ka thënë: ma ler mua ta posedoj atë, dhe më rëndoi e më mund me fjalë." Ai, Davudi tha: "Ai ka bërë pa drejt ndaj teje me kërkimin e deles tënde për t'ia bashkuar te delet e veta. Është e vërtet se shumica prej ortakëve i bëjnë pa drejt njëri tjetrit, me përjashtim të atyre që kanë besuar dhe punuar vepra të mira, por të tillë janë pak." E Davudi mendoi se ne kemi vënë në sprov atë, andaj kërkoi falje nga Zoti i vet, ra i përkulur dhe u pendua. Ne atë i afalem atij dhe ai është i afërt te ne dhe ka përfundim ardhmëri të mirë. O Davud, ne të kemi bërë sundimtar në tokë, e ti pra gjyko me drejtësi mes njerëzve, e mos shko pas dëshirave se ato të shmangin për rrugës së Allahut. Ata që largohen për rrugës së Allahut i pret dënimi i rënd për shkak se ja harruan ditën e përgjegjësisë. Ne nuk e krijuam qiellin e as tokën dhe çka ka në mes tyre pa qëllim, shkele shko. Ai është mendimi i atyre që nuk besuan, pra dënimi me zjarr është mjerim për ata që nuk besuan. A mos do t'i barazojmë ata që besuan dhe bën vepra të mira me ata që bën shkatrime në tokë, apo do t'i konsiderojnë njësoj si të ruajturit prej të këqijave si ata që janë mëkatar. Ky është libër i begatshëm, ne ta shpallëm ty këtë, që ti studiojnë argumentet e tij dhe që të marrin mësim prej tij ata që kanë mend. Ne Davudit i falim Sulejmanin, rob shumë i mirë dhe shumë i kthyer nga Zoti. Ku në një parambrëmje i u shfaqën atij kuaj që, kur ishin të ndalur, rrinin ngaditur në 3 këmbë, e ishin edhe shumë të shpejtë. E ai tha: "Unë i dhash përparësi dashurisë së kuajve ndaj Zotit tim, derisa dielli e fsheh dhe perëndoi. Mi ktheni ata mua." Atëherë filloi të mëshoj këmbëve e qafave. Ne sprovuam Sulejmanin dhe e mbajtëm në postën e tij si një trup, e pastaj u rikthye në gjendjen e parë. Tha: "Zoti im, më fal gabimin, më dhuro asi pushteti që askush pas meje nuk do të ketë, vërtet ti je dhuruesi më i madh." Ne ja nështruam erën që, sipas urdhërit të tij, ajo të ecën lehtë dhe nga të dëshiroj ai. Ndërsa djajt ja nështruam për çdo ndërtim dhe zhytje në ujë. Dhe të tjerët djaj që ishin të lidhur në pranga. Ky është problemi ynë, e ti dhuro ose mos të dhuro, për këtë nuk përgjigjesh. Ai vërtet ka vend të lartë te ne dhe ardhmëri të mirë. Përkujto edhe robin ton Ejubin, kur me lutje i u drejtua Zotit të vet. Djalli më ka goditur me mundim e dhemje. Bjere me këmbën tënde tokës, ky është ujë i ftohtë, lasht dhe pi. E nga mëshira jon dhe mësim për ata që kanë menduar, ne ja falem familjen e tij dhe po aq sa ishin ata. E mere me dorën tënde një dek thupra dhe bjere me të, e mos e thyej bitimin. Vërtet, ne e gjetëm atë të durueshëm, sa rob shumë i mirë ishte ai dhe i kthyer te Zoti. Përkujto robërit tan, Ibrahimin, Isakun, Jakubin, që ishin të fortë në zbatimin e detyrave dhe largpamës në fe. Ne i pajisëm ata me një virtyt të posaçëm me përkujtim ndaj botës tjetër. S'ka dyshim se ata ishin te ne prej të zgjedhurve më të mirë. Përkujto Ismailin, Eliesan dhe Kiflin, që të gjithë prej të zgjedhurve. Ky është një përkujtim, e është e sigurt se ata që janë të ruajtur kanë një ardhmëri të mirë. Xhenetet e Adnit janë në dyert të hapura për ata.
Aty do të jenë të mbështetur në koltuk dhe të kërkojnë pemë e pije të llojeve të ndryshme. Ata kanë pranë vetes hyri, sy përullura të një moshe. Këto janë ato që premtoheshin për ditën e llogarisë. Ky është furnizimi ynë, i cili nuk ka të mbaruar. Kjo është kështu, e sa u përket atyre që nuk besuan, ata kanë një ardhmëri shumë të keqe. Gjehenemin që do të hudhen në të, e sa djepi shëmtuar është ai. Ky është ujë i val dhe i ndyr, dhe ta shijojnë atë. I presin edhe dënime të tjera të lloj-llojta sikurse ai. Ky është një grumbull që bashkohet me ju, u thonë engjëjt Paris. Mos paqin komoditet, as mirë se ardhje, thonë paria, ata janë që do të digjen në zjarr. Ata të shtypurit thonë, jo, juve mos u qoftë as mirë se ardhja, as komoditeti, ju jeni që na e përgatitet këtë, sa vend qëndrimi keq është. O Zoti ynë, ata thonë, ati që na e bëri këtë, shtoja 2 fish dënimin në zjarr. Dhe thonë, është që nuk po i shohim disa burra që ne i konsideronim prej të këqijave, e që i kemi pas marr ata në tallje, a mos na u ka larguar shikimi prej tyre. Kjo armiqësi në mes banuesve të zjarrit është e vërtet. Thuaj, unë jam vetëm këshillues, e nuk ka ndonjë zot tjetër përpos Allahut një dërmuesit. Zoti i qiejve i tokës dhe çka mes tyre, i plot fuqishmi mëkatfalësi. Thuaj, ky Kurani është një kumtes e madhe, të cilës ju ja ktheni shpinën. Unë nuk kam pasur kurfar dije për elitën e lartë me laike kur ata bën polemik rreth Ademit. Mua nuk më shpallet tjetër vetëm se unë nuk jam tjetër pos një tërheqës i hapët i vërejtjes. Kur Zoti yt u tha engjëve, unë po krijoj një njeri nga balta, dhe kur ta kem përsosur atë dhe t'i kem dhënë nga ana ime shpirt, ju menjëherë përulluni atij në sejdë. Engjëjt të gjithë së bashku ju përullën, përveç Iblisit që ishte krye lart dhe që u bë prej jo besimtarëve. Zoti tha, o Iblis, çka të pengoj ty ti përullesh atij që unë vete krijova, a bëre krye neqësi, apo ke qenë prej atyre që shesin fodullëk? Ai Iblisi tha, unë jam më i miri prej ti, mua me ke krijuar nga zjarri e atë e krijove nga balta. Zoti tha, dil pra prej ti, prej xhenetit, ti je i mallkuar. Dhe largimi prej mëshirës sime ka për të përcjell deri në ditën e gjykimit. Ai tha, Zoti im, më jep afat deri në ditën e ringjalljes. Zoti tha, po je prej atyre të afatizuarve, deri në kohën e ditës së caktuar. Ai tha, pash madhërinë tënde, kam për t'i shmangur për rrugës së drejtë çdo gjithë, përveç atyre që janë të sinqert nga robërit e tu. Zoti tha, pasha të vërtetën e unë e flas vetëm të vërtetën. Unë do ta mbushi xhehenemin me ty dhe të gjithë ata që vinë pas teje. Thuaj, Muhammed, unë nuk kërkoj prej jush ndonjë shpërblim dhe unë nuk jam prej atyre që bëjnë trillime. Ky Kurani nuk është tjetër vetëm se këshill për botët. E ju gjithsesi do ta kuptoni pas pak kohe vërtetësinë e tij. Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Shpallja e librit është prej Allahut të gjithfuqishmit të urtit. Ne ta shpallëm ty librin për hir të së vërtetës, andaj ti adhuroj Allahun duke qenë i sinqert në adhurimin e tij. Vini re, adhurimi i sinqert është vetëm ai për Allahun, ndërsa ata që në vend të tij adhurojnë miq të tjerë, duke thënë, ne nuk i adhurojmë ata për tjetër, vetëm që të na afrojnë sa më afër Allahut, s'ka dyshim se Allahu do të gjykojë mes tyre për atë që ata ishin në kundërshtim. E është e vërtet se Allahu nuk udhëzon në rrugë të drejtë atë që është rrenës jo besimtar. Sikur të kishte dashur Allahu të ketë fëmijë,
do të zgjidhte atë që dëshiron nga çka ai vetë krijon. I pastër është ai është Allahu i vetmi i fuqishmi. Ai krijoi qiejt e tokën me qëllim të caktuar. Ai natën mbështjell vendit të ditës dhe ditën ia mbështjell natës. Ai nënshtroi diellin dhe hënën që secili lëviz deri në një afat të caktuar, pra ai është ngallënyesi, mëkatfalësi. Ai ju krijoi juve për një njeriu, mandej prej tij e krijoi palën, çiftin e tij, dhe ai krijoi për juve 8 nga çiftet e kafshëve. Ai u krijoi në barqet e nënave tuaja, krijim, etap, pas krijimit në 3 errësira. Ky është Allahu, Zoti juaj, vetëm i tij është pushteti, nuk ka tjetër pos tij. Si pra i shmangeni adhurimit të tij. Nëse ju nuk besoni, Allahu nuk është nevojtar për ju, megjithatë ai nuk është i kënaqur me bospesimin e robërve të vet. E nëse jeni mirënjohës ndaj tij, ai e pëlqen atë për ju. Ndërkaq nuk do ta bart asnjë mëkatar barrën e tjetrit. Pastaj e ardhmja juaj është vetëm te Zoti juaj, e ai do t'ju njoftoj me atë që keni vepruar. Vërtet, ai e di shumë mirë se çka mbajnë zemrat. E kur e godit njeriu ndonjë e keqe, ndonjë dëm, ai e lut Zotin e vet duke kërkuar ndihmë vetëm prej tij. E kur nga ana e tij i jep ndonjë të mirë, i largon të keqen, ai e harron atë që më parë është të lutur atij dhe i përshkruan shok Allahut për të larguar njerëzit nga rruga e tij. Thuaj, kënaqu për pak kohë me mosbesimin tënd, se ti padyshim je nga banuesit e zjarrit. Ajo besimtari i ka gjendjen më të mirë, apo ai që kohën e natës e kalon në adhurim, duke bërë sejdë, duke qëndruar në këmbë, i ruhet dënimit të botës tjetër dhe shpreson në mëshirën e Zotit të vet. Thuaj, a janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po, vetëm të Zotët e mendjes marrin mësim. Thuaj, o robërit e mi që keni besuar, kini frikë ndaj Zotit tuaj. Ata që bën mirë në këtë jetë kanë të mirë të madhe, e toka e Allahut është e gjerë, ndërsa të dureshmëve u jepet shpërblimi i tyre pa mas. Thuaj, unë jam i urdhëruar të adhuroj Allahun, të jemi sinqert në adhurimin ndaj tij. Dhe jam i urdhëruar të jemi pari i muslimanëve. Thuaj, unë i friksohem dënimit të një dite të madhe nëse kundërshtoj Zotin tim. Thuaj, vetëm Allahun e adhuroj, sinqerisht ndaj tij e bëj adhurimin tim. E ju pra adhuroni pos tij çka të doni. Thuaj, të dështuar në ditën e Kiametit janë ata që e kanë humbur veten dhe familjen e vet. Vini re, ky është dështimi i një mendët. Se ata do të kenë shtresa të zjarrit edhe sipër edhe përfundi. Me këtë Allahu i frikson robërit e vet. O robërit e mi, kini e frikë dënimin. Ndërkaq ata që u larguan prej adhurimit të idhujve dhe ju drejtuan Allahut, ata kanë gëzim të madh, e ti përgëzoj robërit e mi. Të cilët i dëgjojnë fjalët dhe pasojnë atë më të mirë prej tyre. Të tillët janë ata që Allahu i udhëzoi në rrugën e drejtë dhe të tillët janë ata të mençurit. Ati që i është përcaktuar vendimi për dënim, a mund ta shpëtosh ti prej zjarrit? Ndërkaq ata që u ruajtën për hir të Zotit të tyre, për ta do të ketë dhoma të ndërtuara njëra mbi tjetrën, nën të cilat rrjedhin lumejt. Premtimi i Allahut e Allahu nuk e thyen premtimin. A nuk e sheh se Allahu lëshon ujë nga qielli dhe atë e shpërndan në tokë në përburime, mandej me të mbin bim të llojeve dhe të ngjyrave të ndryshme, pastaj ajo thahet dhe ti e sheh atë të zverduar dhe pastaj e bën atë të llomitur. S'ka dyshim se në këtë ka argument për të Zotët e mendjes. Ati që Allahu i ka zgjeruar krahronin për besimin islam, ai është në një dritë të sigurt prej Zotit të vet. Të mjerët janë ata që nga zemërforcia e tyre nuk përmendin Allahut, të tillët janë në humje të qartë. Allahu e shpallit të folmen më të mirë, librin të ngjashëm në mrekulli, të përsëritur her pas here, me këshilla e dispozita që prej dëgjimit të ti rënqethen likurat dhe zemrat e tyre. Ky libër është udhëzimi i Allahut, me të udhëzon atë që do.
e atë që Allahu e le të humbur, për të nuk ka ndonjë udhëzues. Ai që me fytyrën e vet mbrohet nga dënimi në ditën e Kiametit, a është i njëjtë me atë të shpëtuarin, kur mizorëve u thuhet, përjetoni të keqin e asaj që punuat. Edhe ata para tyre përgënjeshtruan, por u erdhi ndëshkim nga nuk e menduan. Allahu u bëri të përjetojnë në këtë jetë poshtrimin, por dënimi i botës tjetër është edhe më i madh, sikur ta dinin ata. Ne u kemi sjell njerëzve në këtë Kur'an shembuj nga çdo lëmie e nevojshme, ashtu që të marrin përvojë, mësim. Duke qenë Kur'an arabisht që nuk ka kundërthënie, me qëllim që të ruan për rrugës së gabuar. Allahu solli një shembull, një njeri, rob, në posedimin e të cilit ishin ortak pa marrëveshje mes vete dhe njëri, rob, që është thjesht në posedimin e një njeriu. A janë ata të dy të një lloji, të një gjendjeje? Lavdërimi i takon vetëm Allahut, por shumica e tyre nuk e dinë. Ti do të jesh i vdekur edhe ata do të jenë të vdekur. E pastaj në ditën e Kiametit pranë Zotit tuaj do të grindeni mes vete.